Sot është bërë nami në internet sepse nga qyteti i Korçës ka ardhur një lajm skandaloz nga ato që të bëjnë të vësh duart në kokë, ku një nën nuk e ka ushqyer me gji fëmijën e vet 2 muajsh. E kuptoni ju apo se kuptoni më? Është viti 2026 dhe ne lexojmë akoma lajme sikur të jemi në mesjet. Dihet që sot nuk është fare problem ushqimi, por ja që ka nëna në Shqipëri, të cilët nuk ushqejnë fëmijët e tyre me gji. Dihet që fëmia është amaneti i Zotit dhe amaneti nuk lehet kurrë pa bukë. E kuptoni ju se çfarë ka ndodhur sot apo se i kuptoni më? Një fëmijë i vogël prematur, në vend që sot do ishte duke qeshur, është duke luftuar për jetën e saj nga kequshqyerja që ka bërë nëna e vet. E kuptoni ju? Ka shumë njerëz në këtë botë që përshkrin pasurinë e tyre për të pasur një fëmijë dhe ka të tjerë që i Zoti ia jep me bujari dhe nuk din t'i mbajnë. Unë nuk di se çfarë t'i them këtij lajmi, ky është nga ato lajme që të mërzisin pafund, ta bëjnë ta hedhësh telefonin nga dora, por jetojmë në Shqipëri dhe shumë miq që dalin në media që t'i shpëtojë jeta këtyre fëmijëve. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.